po ashtu edhe ministri i Mbrojtjes, i cili mund të them Israel Katz jap, mund të them, tërë kësaj situate jap zjarr dhe mund të them jemi në një bile ai thot propozimi i Macronit për Unionin e Palestinës mund të jetë letër. Ne praktikisht do vazhdojmë aktivitetin ushtarak dhe të pushtimit edhe të Vestbankit. Por qëndrimi i vendeve të Unionit Evropian edhe gjermanët, sot edhe ministri i jashtëm gjerman ka thënë që do të arrijmë të provojmë të vim deri te ai momentumi që të kem prova të mjaftueshme që mos të dërgojmë armatim për forcat izraelite, që mund të them dorën në zemër deri me tani furnizimi i armatimit, sidomos në kuadër të Unionit Evropian të shteteve është bërë nga Italia dhe Gjermania. Do thotë është një përgjegjësi e tyre dhe para që po ndodhen në gaz me atë katërhur. Po ashtu edhe amerikan, sepse kanë, mund të them, atë aspektin të një marrëveshje strategjike dhe të martëritetit me Izraelin. Por ka një vetdije, një ngritje të sensit, mund të them edhe në publikun dhe sentimentet u falni të asaj që po ndodh në Gaza. Problemi që ndron me atë që në arritje marrëveshjes për ampushimin 60 ditor, ndoshta nuk është e konvenueshme shumë për vizionin e ardhshëm të Gazës dhe Palestinës, por për momentin ofrimi i asaj që kanë afruar plani amerikan për një anpushim 60 ditor dhe shkëmbimin e të burgosurve, kuptohet dikon 59 trupa nga tatë, mund të them 35 janë të vdekur dhe kërkojnë kufomat e tyre të kthehen, të pengëve izraelit, dhe 24 janë ende gjallë. Por ky plan parashit që 10 të pengë izraelit të shkëmbehen me një numër të atyre që janë burgosur nga shtetori i palestinezëve dhe burgosurve të tjerë politik. Faza parë 226, pastaj deri te 1000 të burgosur politik brenda Izraelit, burgjeve izraelite. Kjo e tëra mendoj që është një hap i qelluar, mund të them, jo ndoshta i favorshëm për palestinezët, por mendoj që gjitha e forcë, specialse organizatat e specializuara, sidomos UNRWA-ja, është UNRWA-ja, është ajo që organizata e Kombeve të Bashkuara që merret eksplicit me çështjen e refugjatëve palestinezë. Në Aman ka të gatshme që për 3 orë të hynë në rrypin e Gazës dhe të sjellë maune dikon për një muaj të mbikëqyrë mas pakit 200.000 për individ dhe persona brenda Gazës. Mirë po autoritetet izraelite kanë nuk e lejojnë këtë dhe është një organizatë e cila është regjistruar në shkurt në Zvicër, në Gjenevë, e cila është organizatë fondacioni humanitar për Gazën, i themeluar nga filantrop dhe avokatë të ndryshëm nga Amerika, dhe që kontrollohet nga një strukturë, mund të them, e sigurisë të armatosur, po ashtu amerikane, që merret për shpërndarjen e ndihmave dhe mund të them që 20.000 paketa të cilat pakot të cilat janë shpërndar para 2 ditë dhe ku ka ndodhur pastaj edhe të shtana, sepse ata kanë një regjim të tyre strikt, ku edhe përmes atyre, mund të them, elementeve të cilat të sistemit të databazave të tyre parashojnë edhe përmes formave, mund të them, të elektronikës, e përcjellin dhe izraelitët dhe IDF Izrael nga distanca përcjell tërë këtë aktivitet. Mendoj që jemi në një fazë kur Hamasi ka ende, duket edhe sot është afati që të pranoj këtë marrëveshje dhe mendoj që do ishte, mund të them, do ishte hapi parë, jo është hapi kryesor për qëllimet e atyre, mund të them, aspirata palestineze, por të ndalet gjakderdhja. Të kthehem vetëm 2 sekonda, u fani 5 sekonda të ajo që patjetër, vetëm shkurtimisht do të Vilali sepse jemi në fund. Okej, evropianët kanë një përgjegjësi morale, mund të them, që në rreth rastit të Gazës dhe Palestinës në përgjegjësi të jenë ata që duhet të jenë korrekt në qëndrimet e tyre. Është koha që mund të them të hjekum gjithë njerëzimi, por sidomos ata që vendosin, ne nuk jemi ata që mund të marrim vendimarrje, mirë po nga ana morale është më rëndësi që ky rast dhe mund të them gjithë çështja sot me gazianët dhe me gjithë atë katrahur, dhe mund të them me shfarosjet e tillë që bëhet në tokën e Gazës,
të thynë ndërgjegjen, të arrin që të hyjnë në atë që njihet ndërgjegje njerëzore dhe mendoj që e kemi për obligim, nuk ka çështje kjo që ka të bëjë me dhënien në krah një palës së palës tjetër, por është njerëzore sot njerëzit të dinë që e kanë për obligim bile spaku kështu të jenë ata që të thojnë të vërtetën, sepse gjendja është e tillë faktike dhe mendoj që e ardhmja në lidhje të afërt mund të arrihet vetëm me pajtimin dhe arritjen e dy shteteve, të cilat është platformë edhe më e hershme që nga Oslo 1 dhe Oslo 2, për arritjen e një bashkëjetese mes arabëve palestinez dhe shtetit të Izraelit. Ministri Biljali, shkurtimisht edhe një pyetje të fundit, sepse në fund duhet ta mbyllim. Sa efektive mund të jenë këto paralajmërime për atë Francës për ashpërsim të qëndrimit, ashtu si e tha edhe vetë Macron, pa një konsensus më të gjerë me Bashkimin Evropian, por edhe OKB-n? Është, Tona Zendeli, është një kuartet që sherët edhe gjatë viteve, fund viteve të 90-ta, që është formuar nga OKB-ja, SBA-ja, Unioni Evropian dhe ishte atër Bashkimi Sovjetik, pastaj trashëguar nga Federacia Ruse, që merr me çështjen e problematikës në lindje të afërt ose në konfliktin Izrael-Palestinë. Mendoj që Franca dhe Macroni mund të jetë lokomotiva e tillë në kuadër të Unionit Evropian, që sanksionimet e tilla, për shembull, kem edhe atë deklaratën e Pedro Sanchezit, kryeministit britanik, Eufani Spanjolli, i cili ka kërkuar që në evente të ndryshme ndërkombëtare të bojkotohet Izraeli. Pastaj është ajo marrëveshja e pezullimit nga ana e Unionit Evropian për tregtime Izraelit të pezullohet. Pastaj mund të them e tëra kjo mund nga se mediumet izraelite dhe politika në Izrael ka atakuar Macronin në forma të ndryshme që është kryqëzate re ndaj hebrejve dhe gjitha këto gjëra të cilat mirën iniciativa që preken me çështjen e Izraelit dhe shtetit izraelit, ata mund të revanshohen me këto gjëra të ndryshme. Unë mendoj që edhe gjitha ato incidente që ndodhen në relacionin Macron dhe Brigitte, duket bashkëshortës së tij, mund të jenë edhe montime të tilla të cilat me degradue tamam atë që ka thënë më herët para një muaji gjatë vizitës në Egjipt. Të gjitha këto mund të jenë skenaret e tilla. Por mendoj që edhe gjermanët në këtë drejtim, Friedrich Merz ka deklaruar që atë fjalën që unë e pjau shpreh edhe gjermanisht një për triben, mos e teproni izraelitëve, gjitha kjo hyn në opusin asaj që më të vërtet çfarë shtepër është tepër. Por fuqia e evropianëve mendoj në krahasim me amerikanët është shumë më zbet, por mund të kem ashpërsime, mund të them në fjalorin, se nuk ishte rastisht edhe ajo në pjesën e Westbankit, një ekip diplomatëve që ka bërë një vizitë dhe pastaj kanë shtar forcat e IDF ndaj tyre si lloj panike dhe presion. Kjo e tëra mendoj që evropianët janë në një situatë të tillë që mund ta marrin një vendim në të ardhmen në aspektin politik, por në aspektin praktik mendoj që amerikanët janë ajo vula që mund ta sjellin konceptin e dy shteteve në tokën historike të Palestinës për të jetuar një shtet dhe për të qëndruar bashkërisht Izraeli dhe shteti i jashtëm palestinez. E qartë, mirë, zoti Biljali, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Është kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësia është e ime. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen, bashkimi sërish të hënën me tjera tema.